Përplasjet tregtare mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë rikthyer në vëmendje pasi presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar në rritje të ndjeshme të tarifave për automjetet evropiane, duke i çuar nga 15 në 25%. Në përgjigje, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi se BE-ja është përgatitur për çdo skenar dhe se marrëveshja tregtare mes dy palëve mbetet në fuqi. Ajo deklaroi se një marrëveshje është një marrëveshje, duke nënvizuar se të dyja palët janë duke e zbatuar atë sipas procedurave të tyre institucionale. Sipas saj, Bashkimi Evropian ndodhet në fazat përfundimtare të përmbushjes të angazhimeve të mbetura tarifore, ndërsa marrëveshja e arritur vitin e kaluar është vendosur një tavan prej 15% për shumicën e mallrave evropian, përfshirë dhe automjete. Ursula von der Leyen e bëri deklaratën gjatë një vizite në Armeni, ku po zhvilloi një takim ndërkombëtar, duke theksuar se çdo ndryshim i njëanshëm i kushteve do të vlerësohej nga institucionet evropiane. Nga ana tjetër, kërcënimet e Donald Trump kanë përgatitur shqetësime për një përshkallëzim të ri në marrëdhënie tregtare transatlantike. Në një kohë kur ekonomia globale mbetet e ndjeshme ndaj tensioneve dhe pasigurive, marrëveshja aktuale tregtare BE-SHBA konsiderohet si një hap drejt stabilitetit ekonomik mes dy ekonomive më të mëdha në botë, por zhvillimet e fundit tregojnë se ky ekuilibër mund të vihet sërish në provë.